operacioni shigjeta thirrët mund. Unë zakonisht ku mojt kallash ose kalashnikov. Na pa Shqipëria pa ne nuk mundet. Djenja më e veçantë në jetën time edhe jam krenar që kam qenë pjesë e asaj sakrifice e popullit tim. Të voglin I ka tjera raporte. Po thua? Ma jafro, ma... Ja, jo alla pesi ale është me të voglin o ma jafro. Po shkaku politikës një farë mënyre, po e qiten va gati si nuk thom që jem pishmon larg asajna, asun as kërkush. Po munin që e kanë bërë gjithë, jenë ka e humbin. A bën një përqafe me ta dhonë? Bon, si ja. Zafsh. Ta dalëm. Shpe projekti, mi afru këtë dorë. Edhe qeni e kupton kush e dën edhe kush nuk e dën. Edhe fëmin ai që e afron më fort, fëmia taj edhe ngan. Po, edhe kjo është çashtu. Vëllai po, ne kam ato temen, I kena do këto. I keni do, hajde shkojmë edhe te jote. Hop. 3 vjet e gjy. Përshëndetje për krejt, jena më shatim Leçan edhe si rall herë, po bujna laf me babë e birë. Po baba po do mi dhon djalit për parësia. Përshëndetje, apo na prezantohesh më së pari. Përshëndetje, unë jam Adriatik Shola, nga shatim Leçan, komuna Malishevës. Adriatik Shola edhe? Florim Shola. Florim Shola. Emrat e miri pasni? Bëra qatë versëm, kryesore më na thirr një mënyrë. Mi thirr një mënyrë. Aja la ti djalit, aja la tjetër kush? Jo, djalit ja kalon vllavi emnin. Megjithëse I kam 2 vajza, 2 çuna. Ti rujt zoti. Megjithato, vetëm një unë ja kam dhënë emrin e Hoxhës, këta tjerë ja kanë dhënë vllaznia. Mirë ja ke bu, ju pas ke lëshuar em. Po, të voglit ja kam dhënë emrin e Hoxhës. Hoxha ka qenë Kroaci, 85 vjeçar ka vdekur, ja kom për 3 emrin Përzgjalli. Para se me vdeka ja kom për 3 emrin. Hasim thirrat I vogël. Inshallah I gon. Inshallah I gon kohës. Mas mirë ti kohës. Adriatik a do ma shumë tyja të voglin, se mas ja pas kalon emrin vetë edhe pas ka sugar. Vëllai me të voglin I ka tjera raporte. Po thua? Ma jafro, ma... Ti qitashtit po do mjën gjitë voglit, a? Ja, jo alla pesi ale është me të voglin o ma jafro në është. Ne, leja të voglit, Po, thuj pe do të voglin me të voglin shkon. S'ka lidhje për atë punë. Boba I do tonë thmin, po një gjithë e ka pak ma dallon. E ka që ashtu është vëllaj. Une jam veç një djall, a I kom 2 motra. Pju thomës si shakon djall, ajo me madhja, kjo me vogla mu, së më këshifol heq. Po jam djall edhe pe marrë pak vëmendjen që ashtu. Kur të rish në mes, gjithmonë ki përparësi se kush ka lënë ato afër teje, pa uazatet e ti nuk e lënë. Ato është mesi, sikur Malisheva. Po shkove në Prishtinë, mesin e kinë Malishevë, edhe prej e thuja si në Malishevë. Një ku Malisheva ka qenë qendër e tregtisë, por sidomos e kirrave këtu, edhe për ata ju ka konvenuar edhe autostrada që ka arkni. Edhe këtu Malisheva, edhe ne I për Gilane kena Malishevën tem aty. Edhe ku është Malisheva, se tash ka qenë. Edhe I kena thonë 2 pika kryesore. Apo më kallëzoni me shka po mirë një? Po kryesisht mirë me bujqësi, pak blegtëri, po në atë kuptimin blegtëri vetëm sa për veti mojmë, po kryesisht me blegtëri, me bujqësi edhe blegtëri, me gjithashtu edhe ka pak me ndërtim mirëm. Për ndryshe jam veterani luftës të Kosovës. Veterani luftës? Po, gjitha ka pak ashtu edhe e kalojmë diqysh. Apo na kallëzon, ka ke luftu? Po, në bjeshkën e Pashtrikut kam qenë. Pashtrikut, po, zona e Pashtrikut, kam qenë 12 vjet në Kroaci, pe Kroacie kam marrë në zonën e Pashtrikut me gjithë shokë edhe ata që ka ishin të Kroacijës. Edhe këtu kam qenë kryesisht deri në mbarimin e luftës. Për ndryshe operacioni shigjeta thirrët mund të gjeni edhe ju si gazetar, po edhe të tjerët mund të helimtojnë dhe mund të gjeni Rahim Bektesh është zavendës komandant, që të linë e përshëndes me këtë rast, kurse komandanti kryesor ka qenë Bilal Sylla, I cili jeton dhe vepron në Gjermani. I përshëndesëm krejt. Po, gjithsesi përshëndes edhe komandantat edhe gjithë ushtarët e bashkëluftëtarët e mi, lavdi dëshmorëve. Lavdi. Apo na kallëzon ç'është është më kon djali dëshmorit. Djali Valë, ta dhash një titull edhe ma të fort. Por nuk e kam pas fatin tim ai. Djali veteranit, se thojnë, maron është me pas babën e mirë se me pas babën e keq. Se babën e mirë me pas, du të mjarujt emrin. Kur e ki babën e keq, e ka hub vetë, kështu që... E ka hub vetë, ti veç për veti folë. Si që me nrejq. Është këtë gjë krenari, kur delë se... Bobe, këtë gjë njëri shëshnushum, I afrushum edhe... Ka shëshnit madhe, ku dalë, a ditë që së më gjojnë, I thamë djali flerimit, po e kemi arane, këtë gjë njëri mirë. A I shtirë heq? Po si çdo prind, ti një ma shkollore pa marrë parasysh është pak ma e rrep. Pak ma e rrep, po I shtirë shumë qerës po dokët. Ja. Shtu, mës me kesh, ka gja po dokët Tirana? Po kur po kesh? Po mja kryesisht edhe të gënjen, qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Megjithëse nuk jam I shtirë, po prindi si prind gjithmonë e ka frikën
për fëmijë që mund gabojnë, edhe pak a shumë mund të them që jam në një farë mënyrë i rrept në atë kuptimin. Jo aq i rrept, po për rinin gjithmonë i rrept. Se rinia ka tash një përparësi tjetër, janë më të shkolluar, shohin janë më pa largës. Jo sukur nesër për shembull, se unë kam vetëm 8 vjeçare, të kryen edhe më shumë ka qenë edhe koha si soi që unë kam ik 16 vjet e gjys për këtu. Megjithatë nuk besoj që jam i rrept. Po për rinin gjithsesi prindi është i rrept. Po prapse prindi është prind. Prindi o prind. Po. Apo na kallëzon pak për luftën, edhe çysh vendose me shku pej Kroacisë, çysh i bani lidhjet. Ka Jo. erdhrani, a ke pas dajm në zemër? Me dëshirë nuk flas për luftën, se nuk kam qef të kthej në mbrapa, po gjithmonë kam qef të shoh para. Unë kam qenë 16 vjeçare gjys kur kam dalë prej Kosovës. Në atë kohë na kërkojshin si ushtar, jo si ushtar në kuptimin, po ta çojshin një thirrje edhe si para përgatitje për ushtrimisht në Jugosllavi. Në Jugosllavi. Edhe unë kam dalë atë kohë, kur kam dalë 9 vjet e gjys nuk kam marrë fare. As unë as një vëlla tash të shtin ndjera e vllai, po jo prej lufte, prej Xhenet inshallah. Amen, që një vit thuja që i ka mo. Megjithatë na janë marrë në mënyrë të organizuar. Ka qenë komandant Rostem Berisha, i cili ka vepruar në atë kohë në atë qytetin ku unë kam jetuar në Rijek, thirrë qyteti, përndryshe Kroacisë Rijek, shtet, po Rijeka. Edhe ky e ka formuar Rostem Berisha ka formuar bashkësinë shqiptare. Dhe aty e kanë bërë organizimin. Kryesisht Rostem Berisha ka bërë organizimin, apo dëshira ka qenë se cilit individualisht. Kush ka desh mu afro? Edhe ke marrë në mënyrën e organizuar nga Rostem. Ju ne ishi bashkë aty edhe jeni organizu kadal. Po. Na kem pash bashkësinë ose klubin si dush të thuj, se sot thirret bashkësia shqiptare në Kroati e cila vepron në Rijek. Çajo e njëjta është, Po, e njëjta është, vetëm nuk e ka atë stilin sikur që ka pas atëherë. Se tash ka ndërkohë, normal. Tash më shumë kulturore. kulturore. Po, më shumë ka gjëra të tjera. Megjithatë, krejt ket mund të them veprën apo si dush që them, ka pas Rostem Berisha të asaj kohe, i cili ose dhe përshëndes përmes jush. Aja ka bërë organizimin, a vullneti ka qenë individualisht, kush ka pas vullnet. Megjithëse çdo shqiptar ka pas vullnet, na s'ke mujt bojmë gjithë pjesë në luftë, po secili ka kontribuar në mënyrën e vet. Formën e vet. Edhe nënat e tona, edhe gjyshat e tona kanë kontribuar në mënyrën e vet. Edhe u organizut, a bënët na ushtrime, na i servitja atyja? Jo, ushtrimet i kena bon kur kem arrin në Shqipëri. Në Shqipni. Po, ka qenë shkolla Gjesh Kaseo të Skënderbeu thërket, të cilit na ushtreshin apo si dush të quajmë, ushtarët apo këta oficirat e asaj shkolle. Gjithë kanë qenë shqiptarë të Shqipërisë. Të unë kanë qenë vetëm prezent si komandant. Ushtrimet gjithë kanë qenë shqiptarë të organizume pe atyne. Gjitha kanë qenë të organizume. Edhe atje kem organizuar thërë, kem mali Dajt për ndryshe. Në Tiranë, ofër Tiranë. Po, ofër Tiranë, apo mali me gropa, ashtu e quishin vendast, ato kem bën ushtrimin, tash kohën e sakt nuk e di 20 apo 24 ditë, edhe atëherë kem hinë vinë e frontit. Edhe drejt në vit frontit, Po, a? ka qenë. Kam pas kolega, Çfarë armë ke mojt ti? Unë zakonisht ku mojt kallash, ose kalashnikov, po armë ke pas. Gjithsesi armë kanë qenë vjetra, se kanë qenë Shqipërisë, nuk kanë qenë armë të reja. Armë të reja, ku e di ku i kanë quhen. Se ka pas armë të reja, jo këta, po e di që i kanë arë 5 jashme, e dini edhe jo sikur edhe ma mirë si gazetar, se i kanë arë shumicën, i kanë arë në për Tirana, po i kanë shit, nuk e di se ka pas armë që jenë blenë edhe në Kroaci, gjatë luftës Kroacisë edhe të Bosnës, po s'kanë arritët. Baci Florem, që tash tipi shef, jo po na dën Shqipnia, jo s'po na dën Shqipnia, jo na e dojna Shqipnin, s'pe dojna Shqipnin, ti e kon vet, je ushtru në Shqipni, a kina i fjalë mi, thonë që ty? Jo, unë kam shumë përshtypje të mirë sikur për Shqipërinë sikur që janë dy vëllezër bineq. A mund të bëjnë njëri pa tjetrin? Unë këtë përshtypje kam. Unë kam shumë përshtypje të mirë, sinqerisht them, sikur dy vëllezër bineq që e çojnë njëri me tjetrin shumë mirë. Vëllezërit përgjithësi e çojnë mirë derisa të martohen. Po më doket edhe na jena martuar, kjo s'm është përshtypja mirë. Unë hala shkoj në Shqipëri, kam shok. A ki takime me na i kom pej? Jo me bashkëluftëtarë, se ka pas edhe në atë kuptimin po flas bashkëluftëtarë edhe të Shqipërisë, kanë qenë shumë, për fat keq nuk javë djem në gjithë, po përgjithësi përshëndes. Po megjithatë, unë kam ndjenjen e mirë se na pa Shqipërinë, Shqipëria pa ne nuk mundet. Nuk mundet. Nuk mundet. Ti e kon me Kalashnikov. Po. Në vit parë të frontit, dytën. Po, të parën. Të parën. Po, jo dhe qënë kanë qenë gjithë, se atëherë vit dytë, s'dia si mujt ta quaj vit dytë, po megjithatë të
parën, jo vetëm unë, gjithë kanë qenë. Apo më kallëzën ajo ndjenja e parë kur dullet edhe kur u përballe. Kur u përballet me armikun. Çat emocionin e parë se unë edhe djali jena trina mas luftës së burr. Na me klim jena. Unë mund të them sinqerisht, nuk di si ta përshkruaj ndjenjen e parë, për arsye se mas 9 viteve kam shkel tokën tim me amë. Ti mas pari u gëzove veç i shkelen to. Po, mas pari se tash vendin tonë mas 9 viteve është një ndjenjë krejtësisht tjetër. Nuk është që unë s'kisha pa familjen tem 9 vite, as unë as vllavi i dytë, por vllavi i dytë po flas ka qenë në atku prej Kroaci ku shkoi në Gjermani, kurse unë erdha në këtë mënyrën si të thash. Ndjenja më e veçantë në jetën time edhe jam krenar që kam qenë pjesë e asaj sakrifice e popullit tim. Krenardhët që jam qëtu me ty. S'po të nguci ma shumë. Faleminderit shumë. S'po të nguci ma shumë se nise mu emocionet e bojnë veten. Emocionet mira. Shumë vite. Emocionet mira. A ke pas problem mas luftës me u kfill, me jetu, me kuptu jetën. Mi anis për fillimit është. Ndoshta jo në fillim. Me pas, po e kuptoj si jo sakrifica, gjithmonë ja vlen sakrifica. Po shkaku politikës një farë mënyre, po e qiten va gati si nuk thom që jem pishmon larg asajna, asun as kërkush. Po munin që e kanë bot gjithë, jenë ka e humbin. A bën një përqafe me ta dhonë? Bon, si ja. Zafsh, ta dash zotit morën. Amin inshallah. Me ardh dita, a dalem edhe na dy burr? Wallahi, unë më mërmenja si po, se nuk e hupi traditat e bova të na shqiptar pa më parasysh. Shumica jem gjak në zejtë në shumë sene edhe nuk mujna me lo venin të unë keq për që krem sen. Jetën si sot, si nesër, së dhe ki, nesër si e po bile me kontribu dhe ju veç për me metë emini ose një titull, po për vend tonë du të me kontribu gjithmonë. Me mbrojt pragin e shpis. Normal. Tash po vazhdojmë pak me jetën e katunit, se të mërzitëm pak, na i bën halal. halal Edhe qëto, edhe qëto. Kete kom vlau. Kjo është vlau. Tash me të 19 këti mujt i bën një vit, ky ka vdek pe kanceri. Këto jo është që kam pas vlau, kam pas edhe shok edhe jaran, kam edhe vllavën e madh. Para afërsisht është 5 vite para me, unë kam 52 vite, kurse ati pi bën dikon 57 vite. Po këto kam pas edhe vllai janë se unë kam marrë ngërbet. Unë kam qindro shumë me atë, ky ka vdek në Gjermani se atje ka jetu dhe ka vepru. Po është i varrosëm këtu afër në këtë katunin tonë më shkurt. Po shkoj shpesh, a? Po munohem. Se kam larg. Hajde shomi që tu. Shëre. Ky ka 8 vjet, është i mirë para bërë, po koha kur është temperaturë e madhe nuk e dërën fort. Edhe në këtë mënyrë që e majon nuk ka qef, se ka qef me kon mushetit, me leviz, me kon sa ma i suksesshëm. Që shpe prej këti, mi afru këtë dorë, unë dhe i mbrëll, për mdo këtë. Jo, se unë edhe jem pronarit i në atë kuptimin, po edhe i du fort, se edhe qeni e kuptën kush e dënë edhe kush nuk e dënë. E kupton? Po sikur thmijën, edhe thmijën ai që e afron më fort, thmija taj edhe nganë. Po, edhe kjo është qashtu, edhe qeni është besnik, si që dini edhe ju edhe gjithë tjertë, besnik më i madh se qeni nuk ka. Te a je Marakli? Vëlloj po, ne kam ato temen, i kena do këtë këto. I keni do, hajde shkojmë edhe te joti, pak hajde. E ka temen se i ka qenë. A kobra e gëllon emrin, ha? Që kjo me ty, ha? Sa i ka buke? 3 vjet e gjys. 3 vjet e gjys. U qartën, ha? A doni me rrit numrin? Dojna me rrit, po... Me mojt farën e juve, ha? Po, ka herë nuk po shkojnë që shdohet. Jo, ha? A keni naj klysha haloj? Ja. I ka pas 8. Herën e kalume, po i kanë qoftë tonë. Kanë gorë tonë. Zhegu konë, ha? Janë të ftëft. Janë të ftëft. Në ftëft. Sëni për ballun të vogël. Po. Sa me kushtu këta dhe letek? Vëlloj, me konë hasas original, se këta as njonës janë original has, se originali has o din 65 centin, e këta janë matë maj, ajo 82, kjo 76. A ma të vogël të më konë, ha? Po, has original. E këta janë ma kombinem, ha? I kanë kombinu shumë shqiptarët mas një kohë. Së ne kena arrujt atë pasërtin, ha? Ja, jo. Hajde shkojmë të këshyrë mi Allah, keni na i varë. Lopa, po bojnë të omëllas, po bojnë, ha?
Ja, pa të flërëm shpinë e sigurt. Jo, Që të i pas ke dy, a? Për veti pimon, a? vetëm sa për familje. Një lop, një mështirë, kjo i ka tash 8 muj, kurse lopa edhe 1 muj pritet shtohet prap. Prap, a? Po. Tash, s'kukni të marrë tamull për momentin, a? Jo, për momentin jem të marr, po me sasi të vogël, jo me sasi të Sa me madhe, mujt, po vetëm sa për me pina i gotë më në gjeth. Për para ke majt deri në 8 copa, po tash nuk ke mundësi më me majt në 8 copa, se fëmijë e në rrit, gjithë kanë qef më shkollu, kështu që së mirën ata me kafshë. Unë nuk e kam atë mundësi që më Inshallah e marr. kanë shkollën mene. Inshallah do zoti hecin përpara. Unë nuk e kam atë mundësi edhe bujqësi, edhe ndërtimtari, edhe me majt shumë. Për atë arsye numrin e kam më të vogël, kaq sa shefni jo. Se i kushtoj rëndësi edhe ndërtimtari, se për ndryshe s'u ja dal. Vjetat pisheta. Familje, kur vje koha ty në mi prese, mundësi nuk e kem nash, si më thonë, me marrë tash me dal me ble diçka mish me sasi të vogël, po jo, sukur që i prejmë na, se tash dimin që shkoj, e kam pas viqin ose mishin tem, e kam prejt 620 kg. Ton dimrin, Edhe për ashtu si nuk kam nevojë për mish, nuk kujdes, ne kam krejt bio, këtu çka i kam krejt bio. Nuk më varna vetëm pejt blemes. hajde dalëm edhe pak jashtë, edhe si ju erdhëm dhe musafire i gëna lanë vetë, mos t'ja u vanojmë. Po, ajo është doja, ai rriti që flas, ai në Itali është. Apo punoni bashkë me djalin? Jo, djali punon në tjetër firmë, unë punoj kohë mas kohë, nuk jam i rregull që e punoj ndërtimtarin, kohë mas kohë. Apo bën? Po, nuk është keq në Kosovë, po nuk e di sa se shumica janë të pakënaqur në kuptimin sa do që ju japsh është pakënaqur, po nuk është keq, nuk mund të S'ngijet be njeri. Po jo, se vetë jeta është dinamike që ti nuk i mundësi me fitu sa lypet. Edhe kjo është arsyeja që ti je i pakënaqur. Adriatik ti, qysh për shkon jeta, tu punu? Të punu Sot mirë. vikend pushim, a? Mirë, jo, vëllai, jo, po kesh pak smu, proma dhe nuk mujtë më për mëra ato ta natën e nuk shkova se jo. Ne shka po punon ti? Ndërtim e dhona. Ndërtimtari? Ndërtim në vrasht. Apo bën? Bon, nuk o keq. Pja vlem? Nuk o keq. Po ja vlen për ato Po që do me paguhet punu. mirë që tash po mdokët. I ka hy vlera edhe Po. blegtërisë, edhe 90% ndërtimit. që ti ka hy vlerë tash. Na ba si flerem, ju falemderojmë shumë dëve. Faleminderit për ju. Djalin e paske, e paske rrit mirë, Suksese. ta rujt Zoti. Mundohem atë kulturën sa unë kam mundësi si prind, aty tjera ti i merr vetë. I merr jo vet. vetëm i jemi, po secilin varet pak edhe prej rrethit e prej shoqënisë. Nuk është keq, deri tash unë jam i kënaqur me atë. Dash Zoti edhe më i kënaqur ti je mund edhe këtë hec përpara. Edhe ky me veten inshallah. Po, Faleminderit inshallah. shumë, ju rujt Faleminderit Zoti. për juve. Gjithashtu. Faleminderit shumë, shihemi për të mirë. Faleminderit.